Kryeministri Kristian Mickoski nuk ka komentuar sot paralajmërimet e përfaqësuesve të koalicionit Vlen se grupi i punës i përbër nga ekspert kushtetues tashmë ja ka dorëzuar qeverisë propozim zgjidhjen për çështjen e provimit të jurisprudencës dhe i njëjti parashet që pjesa teorike e provimit të mund të jepet në gjuhën shqipe, ndërsa pjesa praktike të zhvillohet në gjuhën maqedonase. Mickoski tha se ende nuk e ka parë këtë propozim dhe njoftoi se javën tjetër do të ketë mbledhje për këtë çështje. Ende nuk e kam parë propozimin. Mendoj se javën tjetër, të hënën është dakorduar takim tek unë në kabinet që të prezantohet propozimi. Ndërkohë lëvizja studentore shqiptare nuk pranon këtë lloj zgjidhjeje të cilën e kanë quajtur një semizgjidhje. Mevlan Ademi nga kjo lëvizje në reagimin e tij në rrjetin social Facebook ka shkruar se çdo tentativë për të ofruar një zgjidhje të pjesshme, një semizgjidhje apo një rrugë anash ligjit për përdorimin e gjuhëve është e papranueshme. Gjuha shqipe nuk është çështje negociate, nuk është favor, nuk është kompromis, është e drejtë kushtetuese dhe ligjore, prandaj nuk ka nevojë për interpretime të reja, verifikime shtesë apo procese që vetëm sa shtyjnë zbatimin e saj që tashmë është e garantuar me ligj. Zgjidhja nuk duhet shpikur, ajo ekziston, zbatoni ligjin, pikë. Studentët shqiptar kërkojnë që provimi i jurisprudencës të jepet edhe në gjuhën shqipe, përpos iniciativës zyrtare të dorëzuar te organet kompetente. Ata kanë mbajtur edhe 2 protesta në Shkup, ndërsa në mbështetje të tyre janë mbajtur protesta edhe në Tiranë dhe Prishtinë.